Publikohen pamjet e vrasjes së Liridona Ademajt, ja si u inskenua ekzekutimi në sytë e fëmijëve. Gjykata themelore në Prishtinë është ballafaquar me prova rrëqethëse gjatë seancës së fundit për vrasjen makabre të Liridona Ademajt. Përmes video incizimeve të reja, trupi gjykues dhe të pranishmit kanë dëgjuar momentet fatale të aktit të kryer nga i akuzuari Granit Plava, ku dëshmitar të tmerrit ishin 2 fëmijët e mitur të viktimës. Detaje që tronditën sallën e gjyqit. Në pamjet e shfaqura dëgjohet qartë shtëna me armë zjarri që i mori jetën Liridonës, ndërkohë që ajo ndodhej brenda automjetit. Ajo që e ka bërë situatën edhe më të rëndë janë zërat dhe të qarat e 2 djemve të vegjël, të cilët ishin të pranishëm në makinë në momentin kur nëna e tyre u qellua për vdekje. Sipas dëshmisë së Granit Plavës, ishte bashkëshorti i viktimës, Naim Murseli, ai që e kishte përgatitur armën me 5 fishek për të kryer krimin. Plava ka rrëfyer se në natën kritike, Naimi kishte hapur qëllimisht xhamin e makinës për të lejuar ekzekutorin të qëllonte mbi Liridonën, duke inskenuar kështu një grabitje që përfundoi në tragjedi. Ky ballafaqim me provat audiovizuale vë në vështirësi pozicionin e Naim Murselit, teksa dëshmitë e ekzekutorit dhe provat nga vendi i ngjarjes po rindërtojnë hap pas hapi mozaikun e një vrasje të planifikuar me gjakftohtësi.